Ne duhet thjesht si komunitet, si popull, duhet kemi parasysh një gjë. Vdekja, ndarja, sëmundja janë pjesë të jetës. Duhet kemi parasysh që ne nuk duhet asnjëherë t'i bëjmë trauma këto, ndarjen, vdekjen, sëmundjen e tjera. Duhet t'i edukojmë fëmijët që të vegjël, që kur gëzohen të ngrenë vetë, jo t'i ngrejmë ne dhe t'i edukojmë se si ata të përballojnë këto fenomenet natyrës, janë thjesht fenomenet më jetike të komuniteteve. Dhe tjetra, në qoftë se keni probleme me partnerin, me drejtorin, me çdo njeri në jetë, mos kërkoni dhe doni të ndërtoni dhe doni të fitoni dhe të keni sukses, të jeni një hap përpara se të gjithë, gjithmonë mos kërkoni fajtorin. Gjithmonë ndërtoni, por asnjëherë mos thoni e ka fajin ky e ka ai, vetëm ndërtoni. Vetëm hidhni hapat, të hodhi një sup, puthe, përqafoje, se do dalesh aty ku do. Se më pëlqeu ajo që thali se... Kjo ishte ingurajim për gocat e reja. Po. Që t'i afrojnë gjithë drejtorave. Linda, më kujtoj një gjë të bukur. Ne... Ti provokon, ti je shumë provokuse. Zëmra, dëgjoj se është e bukur. Recili me Edhe pasë që janë pra provokojnë. Provokatore, se ka bërë. Ne e përgatisim fëmijën për rrugën, nuk përgatisim rrugën për fëmijën. Bravo. Kjo është për të kapur thelbin asaj. Kështu e ka bota, po ne unë do të kisha një mesazh veçantë për mediat. Mediat mund ta ndihmojnë shumë familjen duke promovuar modele virtuoze, modele të suksesshme dhe t'i bëjnë një hym familjes dhe jo divorcit. Po, më pëlqeu.